Shkodra po kthehet në një pikë të rëndësishme të sportit ndërkombëtar, teksa në Adriatic Tennis Park zhvillohet turneu që ka sjellë në qytet sportistë nga 53 vende të botës. Me pjesëmarrjen e mbi 130 tenistëve, ky aktivitet sportiv jo vetëm rrit nivelin e konkurrencës, por forcon dhe profilin e Shkodrës si një destinacion e rritje për turizmin sportiv. Është shumë bukur këtu. Fushat janë shumë të mira dhe ambienti është i këndshëm. Ka shumë fusha për padel, një sport që më pëlqen shumë. Gjithçka është organizuar mirë, edhe fushat me të kuqe dhe ato indoor. Unë jam nga Turqia, quhem Ives, jam 16 vjeç dhe kjo është hera ime e tretë në Shqipëri, në Shkodër. Klubi është shumë i bukur, gjithçka është e kuruar dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe miqësor, edhe natyra është fantastike. Unë jam gjithashtu nga Turqia, quhem Zen dhe jam 16 vjeç. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri dhe mund të them që është një eksperiencë shumë e mirë. Më ka pëlqyer mikpritja, fushat dhe organizimi i turneve. Për drejtuesin e Adriatic Tennis Park në Shkodër, këto evente rrisin jo vetëm cilësinë e këtij sporti në vendin ton, por ndikojnë dhe në turizmin sportiv në Shkodër. Kontribon shumë në zhvillimin e sportit tenisit, njëkohësisht, po kontribon edhe në rritjen e turizmit sportiv, sidomos qytetin e Shkodrës. Brenda 2 muajve në Adriatic Tennis Park kanë ardhur 1000 sportista, trajner dhe prind. Është një pikë e rëndësishme për sportin e tenisit, por edhe për turizmin sportiv në Shkodër. Ky turne pritet të mbyllet në ndeshjen finale të së shtunës, duke kurorëzuar një tjetër event të suksesshëm sportiv për Shkodrën.